Ne dim që zhvillimi ekonomik nuk varet veç prej pushtetit lokal. Me buxhetin që ka pushteti lokal është vështirë me pas një orientim të mirëfillt, po ne kemi një orientim se qysh edhe ka duhet me orientu vitin. E para punës vitia tha që është rajon bujqësor, po. Edhe aty duhet me qenë fokus, do më një prej fokuseve është bujqësia, sa i përket zhvillimit ekonomik. Mbështetja për bujqit. Nuk është se s'ka pas mbështetje, sidomos për nivel qendror ka qenë një mbështetje e mirë për bujqit viteve të fundit përmes subvencioneve, po edhe granteve që ndon për Ministrisë Bujqësisë. Po ajo që ka i mungon vitis është orientimi i duhur i njerëzve në fushat caktuara. Për shembull shumë më pak njerëzit orientohen në pjesën e permakulturës, pse vitia njihet sezon ku ka, po me tokën që kemi, me hapësirën që kemi ne që orientimi kryesor do të më qenë te permakultura. Edhe një prej problemeve që çon në këtë drejtim është pikërisht mungesa e kompanive ose e fabrikave që bëjnë përpunimin e këtyre produkteve. Ata tash ose do të mishit me çmim shumë të lirë në kohën kur realisht është mbledhja e tyre, ose detyrohen me i hedh. Janë dy mundësi. Normalisht ato zgjedhin këtë parë. Nuk ka linjë të organizuar distribuimi. Nuk ka depo për ujitjen e tyre, nuk ka pak, në fakt, ka pak. Unë e di që është një kompani ose dy që janë private. Çka do të mund bënit ju për t'i ndihmuar këta bujq? Me ndihmu për shumë me subvencionuese, me dhënë mbështetje pikërisht për këto kompani që merren me përpunimin e këtyre produkteve bujqësore. Kjo është një prej tyre. Sektori i blegtorisë ka një zhvillim të mirë në viti përgjithsisht, edhe pse ka një ramje viteve të fundit. Për këta nuk po tham vetëm prej mbështetjes, po edhe për shkak të zvogëlimit të interesimit njerëzve për më marrë me këtë sektor, e që pikërisht për këta mendojmë që na duhet me stimulu, me nxit që me provu me i mbajt, domthon sektorin e blegtorisë me mbajt gjallë, për arsye se numri i krerëve në këtë rast po bjen, e që realisht rrezikojmë ne ashtu kemi pas numër të vogël në raport me numrin e popullsisë, për shembull nëse krahasohet me vende tjera. Pra fokus target keni bujqësinë. Janë këto dyja, edhe mbështetja për sektor, domthon për bizneset, këto startup bizneset që janë më inovative e që nuk i bojnë konkurrencë kompanive aktuale ose bizneseve aktuale që veprojnë, që prodhojnë diçka, por njëkohësisht që nxisin punësimin e sidomos të grave të rive. Ky do më ka me qenë fokusi jonë për me nxit. Pjesa tjetër është e përmenet ti. Duhet më pas një gërshëtim mes sektorit bujqësisë edhe të kulturës. Sidomos trashëgimisë kulturore, po edhe turizmit. Vitia është një zonë që ka atë pjesën, domethënë që lidhet me pjesa kufitare me Mazdanin, që është edhe zonë e bukur turistike, që mundet me u vizitu. Ka edhe objekte, për shembull pjesa e Stublës, ka objekte, po edhe Binqa, edhe ka zona tjera që kanë edhe objekte kulturore që mujnë me u shfrytzu, për shembull janë Kalat, po megjithëse ajo do të më bëjmë bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës për shkak se sidomos të gërmimit arkeologjike ne s'kemi as drejt me po që e jona neve që kemi nis komunikimin edhe kemi folur edhe me ministrin aktual, domethënë që cilat kanë me qenë e ardhmja, ai na ka premtuar që kanë pas, na ka premtuar jemi dakord që synimi do të më qenë me pas një bashkëpunim mes Ministrisë Kulturës, të bujqësisë edhe të infrastrukturës për me pas një zhvillim të asaj zone edhe për me nxit zhvillimin ekonomik të asaj zone përmes këtyre turizmit rural dhe turizmit kulturor.